Një skemë organizuar mashtrimi me kredi të shpejta ka quar në ngritjen e aktakuzave ndaj 39 personave, njoftoi Prokuroria Themelore Publike e Shkupit. 6 prej tyre akuzohen për falsifikim dokumentesh, keqpërdorim të dhënave personale dhe mashtrim kompjuterik, ndërsa për 33 të tjerë është kërkuar lëshimi i urdhërit penal për mashtrim kompjuterik. Sipas hetimeve, të dyshuarit kanë përdorur identitete të vjedhura dhe dokumente të falsifikuara për të aplikuar në mënyrë të paligjshme për kredi të shpejta në emër të qytetarëve të tjerë. Duke futur të dhëna të rreme në sistemet elektronike të shoqërive financiare, ata kanë arritur të përfitojnë mbi 3.1 milion denar. Prokuroria dyshon se në skemë ishte përfshirë edhe një i punësuar në Fondin për Sigurim Shëndetësor, i cili u kishte vënë në dispozicion të dhëna identifikuese të siguruara nga sistemi elektronik i institucionit. 4 nga të akuzuarit dyshohet se kanë përfituar mbi 2.5 milion denar në periudhën 2023-2024, ndërsa të tjerët rreth 660.000 denar gjatë viteve 2022 dhe 2023. Hetimi është mbyllur për 4 persona, për 2 mungojnë prova që i lidhin me skemën, ndërsa 2 të tjerë kanë dëruar jetë para përfundimit të procedurës.